Në arrestimin e dytë të Naimit, babës tim djerë, u morëm edhe na si fëmijë në atë kohë. Unë isha 16 vjeçar, përjetuam torturat jashtëzakonshme, edhe pse ishim të mitur, mumi patën thyë edhe gjithë gishtit. Menjëherë mas lirimit tim si i mitur prej atij paraburgimi, unë jo kom bashkangjit Ushtrisë Lirimtare të Kosovës, jo rastisht jam krah Ramush Haradinit, edhe besoj që zbashku, krah për krah, do t'i shtyjmë proceset e mëdha për Kosovën. Zotri Krasniqi njiheni edhe si djali i zhveprimtarit dhe të ish të burgosrit Naim Krasniqi. A është ndoshta kjo arsyeja kryesore që po rreshtoheni pas Ramush Haradinajt në skenën politike? Po, siç e thatë edhe ju, unë vi nga një familje e cila në 55 vite Jugosllavi i ka dhënë mbi 75 vite burg në çështje të politike dhe të avancimit drejtave tona kombëtare këtu në Kosovë. I ndjeri prindi Naimi ka qenë ndër themelues të Frontit Rezistencës. Për gjithë ata që nuk e dinë, Fronti i Rezistencës është themeluar në vitin 1990 dhe ka qenë organizimi i parë politiko-ushtarak i shqiptarëve të Kosovës, i cili brenda vetes ka pas shumë figura të njohura, duke filluar nga Hamza Jashari, Adem Jashari, Sokol Dobruna, Mentor Kaçi e të tjerë, dhe në atë përbërje në atë kohë në vitin 1990 me 19 nëntor më saktësisht në Gjakov, në kuvendin themelues të Frontit Rezistencës, ku baba im ndjer atëherë ishte edhe udhëhec i krahut ushtarak të Frontit Rezistencës, vëllezërit Shkelzen dhe Luan Haradinaj së bashku me Adem Jasharin ishin përgjegjës për sigurimin e kuvendit. Edhe lidhjet tona me familjen Haradinaj fillojnë qysh nga vitet 80-ta, edhe në kohën e Bac Ismail Haradinit, ku edhe gjyshi im i ndjer ka qenë bashkëveprimtar me to dhe bashkëvujtës i burgjeve bashkë me Ismail Haradinin. Gjitha këto na lidhin krah për krah me familjen Haradinaj edhe me kryetarin Haradinaj, edhe jo rastisht jam pjesë e aleancës, jo rastisht jam krah Ramush Haradinit, edhe besoj që zbashku, krah për krah, do t'i shtyjmë proceset e mëdha për Kosovën, ashtu që kemi bërë edhe herët, kur ka filluar e gjithë rezistenca për me kriju këtë Kosovë që na sot po e gëzojmë gjithë. Ndoshta ishim dalë pak edhe te ajo pjesa që ti ke qenë edhe ish veteran edhe ish luftëtar i UÇK-s. Çu komenton atë periudhë, sa ka qenë e vështirë për ty? Realisht në arrestimin e dytë të Naimit, babës tim djerë, u morëm edhe na si fëmijë në atë kohë. Unë isha 16 vjeçar edhe patëm kalu një periudhë shumë vështirë në prill të 98, sepse ishte arrestimi i tij i dytë në zonën Rob edhe neve. Përjetuam torturat jashtëzakonshme, edhe pse ishim të mitur në atë kohë, mumi patën thyë edhe gjithë gishtit, domethënë gjatë atyre torturave. Realisht nuk kam nejt 5 ditë, po ato 5 ditë janë shumë mëdha për me i përshkru. Më kanë metë një lloj traume edhe në atë kohë. Menjëherë mas lirimit tim si i mitur prej atij paraburgimi, unë jo kom bashkangjit Ushtrisë Lirimtare të Kosovës, edhe që nga maji i vitit 98 nuk e kam nalë aktivitetin tim luftarak. Gjatë luftës jam plagos në mars të vitit 99, po deshi fati që t'jemi gjallë, të shpëtojmë, dhe jam krenar për atë pjesë. Nuk e potencoj zakonisht në publik kështu, sepse konsideroj që secili qytetar i vendit e ka pas edhe për obligim me kry detyrën e vet. Unë edhe pse isha 17 vjeçar në atë kohë, besoj që me moshën time edhe me pjekurinë time të asaj kohe kam bërë as sa kam ditë e sa kam mujtë për me shliru vendin.